Këtë që po e shihni është dokumenti origjinal më i vjetër që posedon Arkivi i Maqedonisë së Veriut, të cilin Alsat ekskluzivisht e ka filmuar. Daton prej shekullit të 12 dhe është fragment nga Ungjilli i Shën Lukës. Është i shkruar me dorë me shkrimin e vjetër grek, në material prej lëkurës së kafshëve i quajtur pergament, i cili është përdorur për shkrim që në shekullin e 2 para erës son si zëvendësimi i papirusit. Vlera e këtij fragmenti të shkruar mbi 800 vjet më parë llogaritet të jetë kolosale, ndërsa në Arkivin e Shtetit ndodhet prej vitit 1970, fal një familje të fuqishme tregtare nga Ohri, të quajtur Robev. Ata kanë operuar në Ballkan dhe Europë mes shekujve 16 dhe 20. Në fakt, shumica e dokumenteve më me vlerë në Arkiv të Shtetit janë të dorëzuar nga persona privat. Fragmenti është ruajtur në fondin e arkivit familjar. Krahas tij, edhe këtë dokument që po e shihni në pamje është i kategorisë së parë. Nga arkivi shpjegojnë se bëhet fjalë për një fragment të një dokumenti kishtar slav, i cili daton nga shekulli i 13. Në Arkivin e Shtetit ruhen gjithsej 7769 fonde arkivore, të cilat janë të periudhave të ndryshme historike. Gjithsej ka rreth 70.000 libra arkivor, 382 përmbledhje, por edhe një sër materialesh të filmuara në mikrofilma. Arkivi i Shtetit është i pasur gjithashtu edhe me dokumente të periudhës së Perandorisë Osmane. Këtë dokument që po e shihni është origjinali një fermani, apo urdhri me shkrim të sultanit në Perandorinë Osmane nga shekulli i 17. Dokumentin tjetër që aktualisht jeni duke e parë quhet Berat, një dekret i Perandorisë Osmane që cakton dikë për të shërbyer në administratën shtetërore ose në ushtri. Isto така, значи се работи за царски документ. Imperialen, što bi rekle. Në vijim mund të shihni edhe një përmbledhje apokrifësh të shekullit të 16, që siç shpjegojnë nga arkivi, janë të shkruara në gjuhën e slavishtës së vjetër, por me alfabet grek. Materiali gjithashtu konsiderohet si një ndër pasuritë më të rëndësishme të arkivit. Në arkiv gjithashtu ekziston edhe përmbledhja e sigjileve osmane apo evidencave të kadiut për procedura gjyqësore. Përmbledhjet janë të kadiut nga gjykata e manastirit dhe kapin harkun kohor të viteve 1607-1912, ndërsa nga arkivi thonë se kjo përmbledhje është e vetmja që është ruajtur në tërësi nga Perandoria Osmane. Në arkiv ekzistojnë edhe dokumente dhe materiale tjera të rëndësishme, për të gjitha ngjarjet më me peshë edhe nga periudhat e tjera kohore, përfshirë mes dy luftrave botërore, periudhën e komunizmit apo ish Jugosllavisë, por edhe periudhën pas shpalljes së pavarësisë së shtetit. Drejtoresha e arkivit Natasha Kotlar thotë se arkivi posedon mjaft dokumente të kategorisë së parë dhe për këtë mund të krahasohet me shtetet europiane. Ако некој е горд во Австрија на царски документ, ние сме горди на султанскиот документ кој што се вика Ферман и ние го имаме. Megjithatë, dallimi mes shteteve europiane dhe Maqedonisë së Veriut është mungesa e kujdesit. Имаме документи од прва категорија, а зграда од која категорија? Тоа да ви кажам, како обичен човек можам да го кажам, јас сум загрижена за конструкцијата и условите кои што ги нуди зградата.